nazifashiste. Një shoqëri naziste, në zionisto-naziste, e cila kërkon të zgjerojë këtë në kurriz të gjakut të vet, sepse siç e thash, edhe arabët janë njëti gjak me izraelitët, pra pavarësisht luftës fetare, pavarësisht se ka koncept të luftës fetare, rrjedhin nga njëjti trung. Nga Isaku dhe Ismaili. Rrjedhin nga Isaku dhe Ismaili që janë bijtë e Abrahamit ose të Ibrahimit. Pra, në aspektin ta janë kushëri me njëri tjetrin, janë njëti gjak. Dritan, ndërkohë këto regjia janë foto të rikuperimit shpejt që po bëjnë edhe këto iranianët i kanë rekuperuar tashmë sipas një raporti të fundit të CIA-s i kanë rekuperuar 98% të gjitha kapaciteteve të tyre të gjitha dhe po çfarë tregon? Ka një gjë interesante se ajo çfarë kanë bërë. Ky rekuperimi. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë përdorur për të sulmuar këto hyrje. Këto çfarë janë Dritan? Këto janë hyrjet e tuneleve nëntoksore. Nga dalin raketat? Nga dalin shtratet tani që lëshojnë raketa. Pra këtu kemi një qytet nëntoksor i cili ka 1, 2, 3, 4, 5 dalje. Po. Që duken, që dihen. Mund të ketë edhe ndonjë 5 tjera që s'dihen. Më poshtë, sepse askush nuk e di se sa i gjatë, sa i gjerë është qyteti brenda poshtë tokës. Dhe qyteti s'është godit fare Dritan? Qytetet nuk janë goditur fare, për arsye se qytetet janë diku rreth 500 metra në tokë, pra nuk ka asnjë armë, asnjë bombë sot, asnjë raketë sot. Jo Shtetet Bashkuara të Amerikës, po asnjë vend tjetër i botës, pra as Rusia, as Kina që të mund të godasi në 500 metra thellësi. Nuk ekziston. S'ekziston. Domethënë goditjet kanë qenë vetëm këto dalje tonë në mënyrë që të mos dalin dhe ti ta bllokosh. Këto lëshuesit e raketave hipersonike. Dhe tashmë, po shikoni pra. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka përdorur gjithë teknologjinë e saj dhe raketat shtrenjta. Thjesht për të rrëzuar këtë masivin shkëmbor ose dhe Irani i ka hapur këto me një buldozer. Pra për çdo kështu është përdorur buldozeri. Thjesht me buldozer janë hapur dhe këto janë tira. Buldozer dhe këto janë tira. Kurse harxhimet që janë bërë për ta mbyllur këtë, po me atë GBU masive dhe katastrofike. Dhe kanë sjell dëm ekonomike, ushtarake, kanë sjell probleme politike, kanë boshatisur magazinat e Amerikës që me një buldozer me një buldozer për 30 ditë e lezova. I ka hapur sërish 98% kapaciteteve. Pra aktualisht Irani është 98% kapaciteteve të tij. Ku mund dalin shtratet lëshuese më pas që na e bëri regjia këtë që na nxorri se do doja shumë tani të fokusohemi pak tek Rusia dhe Ukraina Dritan. Sërish një sulm tjetër i paralajmëruar. Duket se fjala e Lavrov që ne do të vazhdojmë në mënyrë sistematike të godasim Ukrainën në këto nivelet pa dëgjuara më përpara, duhet thënë kjo. Si 729 dron, me shlexova unë, 9 raketa Zirkon dhe disa raketa tjera balistike që mund të më shpjegosh ti më mirë sepse ishin një listë e gjatë. Paka shumë këto janë ajo pamje nga sulmi që është bërë mbrëm nga ana e Rusisë. Në rast se mbani mend vjet kemi diskutuar për çështjen e kapaciteteve të prodhimit të dronëve të Rusisë dhe të raketave ruse. Dhe kemi thënë që deri në mars të këtij viti, pra Rusia prodhonte diku të rreth kapaciteti i prodhimit të dronëve rus ishte 1000 në ditë. 1000 dronë në ditë. Po. Dhe po tentonte të arriste këtë kapacitet pra nga 30.000 dronë në muaj, ta çonte në 50.000 dronë në muaj. Pra në momentin që e çon në 50.000 dronë në muaj, kemi thënë, atëherë do të fillojë goditja sistematike. Sepse ka kapacitete sepse ato 1000 dronë që i harxhonte, pra në rast se ti do harxhosh 700 dronë në ditë siç harxhojnë ta aktualisht. Atëherë me 1000 dronë ditë mbeten 300 dronë ditë. Në 300 dronë ditë në 30 në fund të muajit do të mbeten 300 rezervë herë 30, pra të mbeten 9000 dronë. Për çdo muaj. Ndërkohë që në rast se ti do të shkoje në një përplasje nesër me Evropën, me NATO, këta 9000 dronë muaj nuk janë një sasi e madhe. Po në rast se ti prodhon 2000 dronë ditë dhe 1000 i përdor dhe 1000 mbeten, pra ti ke çdo muaj 30.000 dronë të tjerë që i ke rezervë. Dhe në momentin që Rusia do rrisë këto kapacitete, atëherë do vi edhe rritja e goditjes. Absolutisht po. Njëta gjë ka ndodhur edhe me raketat. Ka rritur kapacitetin e prodhimit të gjitha raketave të saj. Ka rritur kapacitetin e prodhimeve të tytave të artillerisë dhe të premave të artillerisë dhe janë rritur gjitha kapacitetet.
Në këtë muaj ka filluar goditja me të gjitha. Pra kemi tregëm që kemi një rritje të kapaciteteve, po këto rritje të kapaciteteve nuk janë vetëm për nevoja të përditshme, por edhe për nevoja magazinimi të mëvonshme. Prandaj, në këtë moment ka ardhur kjo deklaratë e tyre që do të vazhdojmë në mënyrë sistematike, sepse e kanë kapacitetin industrial ta vazhdojnë në mënyrë sistematike. Pra ja kanë mbritur pikërisht. Kjo i jep mundësinë sepse ti nuk mund të vazhdosh në mënyrë sistematike në momentin që ti nuk ke kapacitet industriale për të përballuar në mënyrë sistematike harxhimin. E qartë. Pra kjo tregon rritjen e një fuqie prodhimi industriale për këto nevoja. Dhe normalisht do të vazhdoj. Pastaj kjo rezultatet që jep, normalisht jep rezultate politike, jep rezultate psikologjike, jep rezultate ushtarake, jep të gjitha. Sepse në rast se ti ta zëm dje ti përdorje, duke qenë se përdor 1000 dron ditë dhe ti një herë në javë shërbe me 700 dron, ndërsa tash çdo ditë do sulmosh me 700 ose me 500 dron, atëherë ti nuk i jep mundësi kundërshtarit që të rikuperojë. Nuk i lë kapacitete, sepse godet çdo lloj pike, çdo lloj vend. Nga këta ekspertë thonë drejtan 3 muaj mund të rezistojë Ukraina nëse vazhdon ky lloj intensiteti. Problemi i rezistimit është diçka tjetër. Do të kemi që parasysh që lufta në Ukrainë ka sjell një ndryshim të taktikave luftarake edhe gjitha dhe unë kam thënë një herë dhe pas vazhdoj ta them dhe ta theksoj që dy ushtritë vetme të cilat kanë kapacitete të bëjnë luftë moderne dhe janë të afta që të bëjnë luftë moderne dhe bëjnë luftë moderne janë vetëm ushtria e Ukrainës edhe ushtria ruse. Asnjë ushtri tjetër e botës. Edhe Ukraina si drejta. Po normal se ata po luftojnë me Rusinë. Po luftojnë pra. Asnjë ushtri tjetër e botës nuk ka as njohurinë, as kapacitetet dhe as aftësinë për të bërë këtë lloj lufte. Janë zero. Në krahasim me këto të dyja janë zero. Ka dy ushtri sot në botë, këto janë dy ushtrit më të forta sot në botë janë këto. Pra mos mendni sepse zakonisht njerëzit marrin ushtria më e fortë në kapacitetet që ti ke, në kapacitet logjistike që ti ke. Jo. Po flasim në ushtrim më të fortë në aspektin doktrinal, pra në aspektin luftarak. Dhe në aspektin luftarak, dy forcat më të vetme sot në kapacitete luftarake dhe doktrina luftarake janë rusët dhe ukrainjasit. Dhe pavarësisht asaj se ata që thonë që 3 muaj, 4 muaj, pra ku japin bazë të shifrave dhe kapaciteteve që ti ke për të përballuar pra të magazinimit që ke. Por ama kjo luftë ka treguar që si Ukraina si Rusia, doktrinat e tyre luftarake ndrojnë çdo 2 javë, çdo muaj. Pra në momentin që Rusia ka nisur një goditje të tillë të madhe, atëherë Ukraina do të nisë një organizim të ri. Pra do të shpërndajë forcat më shumë. Kjo shpërndarje e forcave i shërben shtëpisë Amerikës, po do të gjejë një mënyrë për t'i dhënë më shumë jetë, për t'i dhënë më shumë frymëmarrje forcave të saj. Dhe kjo ndryshon për ditë në Ukrainë me luftën në Rusi. Në të dyja palët, kështu që është mbetet e papërcaktuar, pra në rast se do të mbetet me këtë kapro, në rast se kapacitetet e saj luftarake do të jenë të njëjta, me këtë logjikë që ka, pa ndryshime doktrinale dhe strukturore, pa zhvendosje të trupave, pa shpërndarje të trupave, atëherë po mund të themi që mund të qëndrojë ajo. Por kemi parë në ato 4 vite që gjithnjë Ukraina ka evoluar edhe Rusia, pra në raport me njëra tjetrën, në rast se njëra ka bërë një doktrinë luftarake ndaj njërës, i ka zgjatur më shumë se një muaj, nuk i ka zgjatur, pasi tjetra menjëherë ka gjetur kundërpërgjigjen dhe i ka dhënë diçka tjetër. Dhe në këtë kështu ka vazhduar edhe teknologjia luftarake të dyja palët ka ecur. Për këtë arsye them që nuk mund të përcaktosh data sa mund të rezistoj. Pasi do të ketë patjetër një reagim nga ana e Ukrainës. Reagimi i cili ta sjell terreni, ta sjell lufta, pra i detyruar ta bësh lëvizje. Jo, shpjegimi është i qartë. Po bën përshtypje dritan është në gjithë këtë vijën e frontit këtu, domethënë ti shef aktivitet të fuqishëm luftarak. Në të gjithë vijën e frontit, kjo vija e frontit është bërë, ka qenë 1200 kilometra kjo vija. Kjo vija që shihni nga këtu. Po. Kjo vija ka qenë 1200 kilometra. Për shkak se kanë ecur, kanë lëvizur, është bërë 1000 kilometra, pra 200 kilometra janë shkuar, sepse normalisht ka pasur xhepa se ato xhepat janë mbyllur dhe ja bërë 1000 dhe në të gjithë të vijën e frontit tashmë. Po ka veprimtari luftarake. Ka rifilluar veprimtaria luftarake në këtë vijën e frontit. Më përpara deri para një muaji nuk kishte këtu në zonën e Zaporizhës, kishte këtu në zonën e Donbasit, kishte pak këtu sipër dhe pjesërisht këtej. Tashmë ka filluar totalisht. Nuk kemi të bëjmë një ofensiv, pasi të dyja forcat e kanë kuptuar më dhe kanë nxjerrë mësime që ofensiva nuk ka më. Sepse ti nuk mund të bësh sot ofensiva të kërkojnë grumbullim të madh të forcave. Çdo lloj grumbullimi sot i forcave është i pamundshëm që të jetë i padetektueshëm. Dhe automatikisht në momentin që ti e detekton, pra e shef, e zbulon, atëherë ti je objekt i goditjes, pra secila palë do ta gjejë mënyrën për të goditur. Dhe për këtë arsye kanë rënë poshtë në këtë luftë moderne mundësia e ofensivave të mëdha në konceptin siç e ka NATO dhe që shohim shpesh analistë të NATO që thonë që do ketë një ofensivë, ashtu do ketë, nuk ka ofensiva më. Për ofensivën e verës. Mbaroj, pra nuk do të ketë as ofensiva vera, as ofensiva dimër. Thjesht ka ndryshuar, tani jemi në një veprimtari luftarake konstante.
por jo në një ofensivë me grumbullim të trupave, me intensitet shumë të lartë, si me anën e artillerisë, si me anën e dronëve, si me anën e aviacionit, si me anën e zbullimit të gjitha. To raketat Zirkon dritan këto, Oreshniku su përdor këtë herë të paktën se. Jo, nuk u përdor, por nuk do të thotë që nuk do të përdoret më mbrapa. Në momentin që do të përdoret Oreshniku, do të merret vesh sepse zona nga çon Oreshniku, atëherë do të bëhet zonë ndalimi fluturimi dhe ajo merret vesh një ose dy ditë përpara që do të përdoret. Dritan, ndërkohë që është rritur intensiteti dhe ndërkohë që flasim për bomba bërthamore, vjen edhe një lajm i çuditshëm fakt sepse ajo që të gjithë po prisnin ishte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të largoheshin nga Europa. Ndërkohë vjen një lajm nga Financial Times i cili në një farë mënyrë flet për burime që raportojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që t'ia plotësojnë, sepse duhet kujtojmë që para disa kohësh Polonia kërkoi testata bërthamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, duket sikur kjo kërkesë i është plotësuar dhe këtu jemi në biseda dhe këtë e thot Financial Times. Në Europë, veçanërisht dhe specifikisht bëhet fjalë për Poloninë, po dhe për vende balltike, thot artikulli. Si e vlerëson këtë lajm? E para duhet të shohim atë që ajo që vethat që gjithë presin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës largohen nga Evropa. E para, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk largohen dot nga Evropa. Pra nuk e ka kompetencën presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës të largojë forcat amerikane nga Evropa. Forcat amerikane në Evropë janë aty me miratim të Kongresit amerikan, me një vendim të vitit 1956 dhe një vendim i vitit 1956 përcakton qartësisht që niveli minimal i trupave amerikane në të vendosura në Evropë do të jetë 74.000 forca. Pra 74.000 janë të pandryshueshme. Po, gjatë luftës së ftohtë kanë qenë deri në 360.000 forca. Kur ishi gjatë luftës së ftohtë, pra gjatë perdes të hekur që ishte. Çfarë vjen mbi 74.000 forca është kompetencë e komandantit të forcave të armatosura, pra presidentit e Republikës që t'i lëvizë këto forca, t'i shtoi, t'i uli, t'i bëri. 74 është niveli minimal që ka përcaktuar Kongresi. Pra kjo është e pandryshueshme. 74.000 forca do të mbesin, mund të zhvendosen nga Gjermania, të shkojnë në Poloni, të shkojnë në Rumani, po do të mbeten në Evropë. Vetmi organ kompetent për të hequr të 74.000 forca është vetëm Kongresi Amerikan. Por dhe këtë duhet ta bëjmë me kërkesë të presidentit të Republikës. Pra, asnjë president amerikan nuk do të guxonte sot që të bënte një kërkesë të tillë para Kongresit amerikan për arsye se do të ishte vetvrasje politike, sepse do të refuzojë. Po veç do të refuzojë, por ishte vetvrasje politike totalisht. Pra, pavarësisht se shtuhet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 74 do t'i mbajnë aty ato forca. Nuk ka asnjë ndryshim në kuptimin e qëndrimit në raport me Europën. Mund të lëvizën, pra si thash, se do t'i lëvizin nga Gjermania, i ka këtu në Gjermani. Ja, këto janë. Dhe do t'i çojë këtu në Romani ku po ndërton bazën më të madhe, një bazë të madhe. Mund të çojë testata bërthamore në Rumani. Jo, forcat. Mund të heqë dhe çojë në Rumani. Se këto janë të testatave bërthamore drejt. Dakor, kjo heqë nga këtu dhe t'i çojë në Rumani, por kjo nuk ka në vlerë. Aktualisht ku ka armë bërthamore ka në Gjermani, ka në Itali, ka në Angli, sepse se keni vënë ka edhe në Angli, ka edhe në Turqi. Turqia nuk është pjesë e Evropës, pjesë e NATO-s. Po flasim në aspektin e Evropës. Pra, edhe Britania nuk është pjesë e Evropës, është pjesë e NATO-s, por ka. Tashmë kjo këtu. Dhe përse të shkohet në Poloni? Pra, përse kërkohet Polonia? Vendosja e këtyre armëve bërthamore në Poloni nga aspekti taktik dhe operacional nuk ka asnjë lloj vlere në përplasje me Rusin. Pse nuk ka vlerë? Arma bërthamore ka vlerë kur ti e ke larg kapaciteteve të goditjes të armikut. Pra armët bërthamore amerikane kanë vlerë kur janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse janë shumë larg. E qartë. Dhe ti e ke të kontrollueshme dhe ai tjetri nuk e di ku ti e ke. Kanë vlerë kur janë në nëndecet amerikane, pa kur ti nuk e di ku është nëndecja. E qartë. Që ka disa nëndece bërthamore. Kur ti ngren avionët me rrezet gjatëve që janë B-52-shët që lëshojnë, B-2-shët që lëshojnë, pra ti mund ta ngresh atë me armë bërthamore dhe ngreq ande dhe ke garantinë se ky nuk ta rrezon avionin. Kurse çdo lloj armë bërthamore që pretendohet të vendoset, armët bërthamore që janë në Gjermani, armët bërthamore që janë në Itali, janë armë që lëshojnë me anë të avionëve. Pra duhet që një avion bërthamor, një avion që mban armë bërthamore siç është B-2-shi, B-52-shi të vendoset këtu dhe të fluturojë ose nga aviano i Italisë ose nga baza e Ramstein në Gjermani që është bazë që mund të përdoret. Por në rast se ta vendosësh këtë avion me këto armë bërthamore në Rumani, në Poloni, në vendet balltike,
atëherë ti ke vendosur në kufim me Rusinë dhe çdo lloj veprimtarie që e këtij avioni, çdo veprimtarie të është direkt këtu, pra ky mund ta godasit, s'ka nevojë ta godet me artilleri, ta godet me gjithçka. Pra në moment që është për shkallëzim dhe ti nuk ka asnjë vlerë operacionale. Kam një hartë tjetër aty regjia që lidhet me këtë. Që ti e vendos edhe në Poloni. Por kjo nuk ka të bëjë me çështjen e Rusisë, sepse ti nuk i përdor dot të armë ndaj Rusisë. Sepse ti duhet ngresh avionin që ta përdorësh, po në moment që do ngresh të avion për ta përdorur, në moment që janë acaruar gjërat, atëherë automatikisht ky avion është objekt i goditjes të artillerisë kundërajrore, të raketave antiaerore. Po gjithsesi shumë afër Rusisë janë dritanë, Bielorusi, prandaj nuk është objektiv pra nga ana taktike dhe operacionale nuk ka të bëjë nuk hyn fare. Po nga ana politike, ana politike nuk ka të bëjë as me Rusinë. Nga ana politike vendosja e këtyre armëve këtu ka të bëjë me çështje me luftë të brendshme që do të zhvendoset midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Francës për menaxhimin e Evropës. Pra kush kontrollon Evropës. Franca bëri një stërvitje të përbashkët me Poloninë. Po, e bëm herës tjetër. Me Poloninë për stërvitje bërthamore, pavarësisht se Polonia nuk është vend bërthamor. Dhe Franca ka vendosur dhe është e gatshme që të vendosë avion me raketa bërthamore. Ombrella bërthamore, po. Dhe gjithë ka vendosur, pra ka ofruar ta vendosin në Poloni, ka vendosur të vendosin në Gjermani dhe ka ofruar të vendosin edhe në vendet baltike. Pra Franca. Këta avion. Atëherë në momentin që Franca i vendos ta avion, pra përveç Gjermanisë, ku ka edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë i vendos në vendet baltike dhe në Poloni. Atëherë Franca merr një rol tjetër politik si ombrella e vetme e Evropës, si mbrojtja e vetme bërthamore që ka. Dhe në këtë moment e poston Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për këtë arsye Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë janë garancia e vetme dhe thonë që ne i vendosim në Poloni, vendosim edhe në vendet baltike. Por ama pavarësisht vendosjes së tyre, mbrojtjen kundërajrore, mbrojtjen bërthamore. Franca nuk mund të japë mbrojtje bërthamore. Ajo që vendos Franca është sulm bërthamor. Po jo mbrojtje sepse mbrojtjen e bërthamore kanë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në të njëjtën moment, pra kur unë të jap mbrojtjen, unë të jap edhe armët e sulmit, pra unë të garantoj, kurse Franca nuk i garanton dot armët e veta, kurse unë të mijat i garantoj. Pse si garanton dot? Sepse unë i garantoj nesër armët, sepse në rast se unë vendos tu, unë kam një marrëveshje dhe unë merrem vesh me Rusinë, kurse Franca nuk ka marrëveshje me Rusinë. Pra, ajo çfarë po bën? Po përdoret, po bëhet një luftë e brendshme kush të kontrollojë Evropën. Franca apo Shtetet Bashkuara të Amerikës? Sepse Franca ka parë tashmë që hegemonia, se pak më parë folën për hegemoninë amerikane. Hegemonia amerikane në rast se bie në një rajon ka rënë gjithandej. Pra është si punë e asaj armpushimit që thot ministri i jashtëm iranian. Në momentin që ky armpushim bie në një pikë, ka rënë në tërsinë e tij, edhe hegemonia amerikane në rast se bie në lindjen e mesme ka rënë në tërsinë e vet. Dhe amerikanët e kanë kapur, francezët e kanë kapur këtë moment. Dhe për rënien e kësaj tashmë po mundohen duke qenë që hegemonia amerikane është në proces të rënies. Po ha probleme, atëherë këta po mundohen që ta zëvendësojnë në Evropë. Po jo në gjithë botën, po vetëm në Evropë. Dhe për këtë arsye Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë hyn fuqinë thonë i bie unë dhe s'ka nevojë Franca dhe e lën Francën aty ku ishte. Pra lufta është politike me anë të këtyre armëve taktike, pra me anë të veprimeve taktike për nevoja strategjike politike. Dritan, po se unë ndërkohë dakord jam edhe me këtë narrativ, por kemi folur së fundmi për një stërvitje bërthamore për rreth 470.000 ushtarë që u mblodhen në vendet baltike që për cilën e kemi folur. Në afërsitë të vendeve balltike, që të jemi korrekt. Kemi folur për vendosje në Bielorusi të kokave bërthamore ruse. Është një vendim i vitit 2023. Dhe afrimi, dhe unë e mendova këtë. Do të kemi një parasysh. Se nuk e shpjegova dhe kërkoj falje. Vendosja e këtyre armëve bërthamore, pra. Këto armët bërthamore që shihni që janë në Gjermani, që janë në Itali, që janë në Turqi, ato që kërkon të vendosë, që janë në Britani, ato që kërkon të vendosë Franca nesër në Gjermani, në Poloni, në vendet balltike. Ka një gjë. Kjo që nga Shtetet Bashkuara, vetëm bombat bërthamore të Shtetet Bashkuara që nga harta dritane. Po janë edhe në Britani. Ka edhe në Britani? Po, ka edhe në Britani. Dhe të gjitha këto bombë, franceze apo amerikane, i përkasin këtyre vendeve. Pra pavarësisht se vendosen aty, këto përdoren vetëm nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk ka kompetencë presidenti i Polonisë, nuk ka kompetencë. Erdogani për shkak. Jo, nuk ka kompetencë fare jo vetëm ti përdor, por as që ti nxjerrë nga tuneli ku ndodhen. Vetëm presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës e ka këtë drejtë. Pra, çfarë do lloj përplasje që nesër mund të ndodhë midis Polonisë dhe Rusisë, çfarë do lloj përplasje mund të ndodhë nesër midis vendeve balltike dhe Rusisë, përplasje konvencionale në një moment caktuar e sulmoj. Përdorimi i këtyre bombave bërthamore varet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Varet vetëm nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk ka lidhje Polonia. Nuk ka lidhje asnjëri vend ku vendosen. Prandaj them që lufta është politike për kontrollin e Evropës dhe jo për Rusinë, sepse nuk përdoren dot fare. Pra, është ai që e vendos, do të përdoren apo jo, pavarësisht kërkesës para që mund vi
ato i përdor vetëm Amerika dhe është vetëm personel amerikan, menaxhohen nga personel amerikan, punojnë nga personel amerikan dhe butonin e shtyp presidenti i Amerikës. Pra vendet ku vendosen nuk kanë asnjë kompetencë mbi këto armë dhe përdorimin e tyre. Fare, janë zero. E shtëruar është thjesht si puna e asaj targës. Pra, është si puna e kësaj përdorimit, pra lejes përdorimit të një mjeti. Mjeti është i imi, unë t'jap ty të det që edhe ti mund të bësh xhiro në këtë mjet, po duke i dhënë unë mjetit. Pra unë të bëj xhiro në mjet dhe kur unë të bëj xhiro në mjet, ti thua që unë e posedoj këtë mjet. Jo, mjeti s'është joti, unë jam duke të bërë xhiro me mjet. Mjeti është i imi. Jo se ideja që mund të largoheshin nga Europa dritan ishte e tmeshme duke qenë se shtylla e arkitekturës së sigurisë amerikane e Europa. Gjithkusht ta heqin nga mendja, pa ndryshuar ky vendim i Kongresit. Asnjë president i Amerikës nuk i heq dot 74.000 forca nga Evropa. 74.000 forca do të mbeten aty dhe vazhdojnë të mbeten aty. Dhe SBA do të mbetet aleat. Për këtë arsye vinte ajo që thotë që Rusia, pra që thashë që testimi një bombe bërthamore nga ana e Iranit i jep vulën asaj çfarë kërkon Rusia të një arkitekture të re të sigurisë botërore kur të përfshirë edhe për Evropën, për cakton ata. Atëherë po, në rast se Amerika hyn në këto bisedime për ringritje një arkitekture të re të sigurisë, atëherë mund të kemi lëvizje se bëhen me mendim Kongresit, çdo lloj miratim, çdo lloj marrëveshje që mund të bëhet midis palëve të reja, midis fuqive të reja, atëherë kjo shkon në miratimet e kongreseve përkatëse. Po deri në atë kohë nuk ka asnjë lëvizje. Mund të kemi shtim, por reduktim poshtë numri 74 nuk bie. Drejtan, të falenderoj shumë. Faleminderit. Është bashkuar me mua profesori nderuar Sazan Guri, profesor. Kënaqësi kam. Kënaqësi dhe unë që komunikoj me ju. Edhe me televizionin tuaj në mënyrë të veçantë. Të falenderoj shumë. Profesor, gjithë shqiptarët janë dëshmitar të asaj që shpërtheu në mënyrë krejt papritur, le të themi një provë e bukurisë së popullit shqiptar në kuptimin e protestave që nuk kanë të krahasuar me protestat e tjera zhvilluara deri tani. Po para se të kalojmë tek protestat, do doja shumë të kuptoja çfarë po ndodh në Zvërnec dhe më pas tek reagimi qytetar. Okej. Juve thatë vetë, krejt papritur. Në fakt, edhe kjo papritshmëri ishte rrjedhoi e një sëmundje të enjtur që është dhe vazhdon të jetë në kurisë të popullit shqiptar. Dhe populli duroi dhe atë që thotë Ciceroni, mos na përdhosni durimin ton. Pra, populli kuptoi që në këtë përdhosje të durimit, duke filluar me shkelje të hapësirave publike brenda qyteteve, duke filluar me atë që quhet zeni e hapësirave bregdetare nga Butrindi, Manastir, Sarand, Himar, Dermi, Palas, Sazani në atë gjoja projektin e matë me njerëz që bile arritën të pushtojnë jo vetëm ismi Sazani me mendime, me ide, me dëshira të shfrenuara të qeverisë dhe politikës shqiptare të dy krave, por ata arritën që të kalojnë nga Sazan Karaburun Vlora, të kalojnë nga Zvërneci në drejtim Semërit. Dhe tash janë zbuluar me disa projekte që kapin një shifër për 15 km2, hyn direkte në temë, dhe që do të thotë një mbi bregdetare, 15 km e gjatë, me 1 km e gjerë, e zaptuar nga via bregore, kufiri ujë deti me tokën, deri në 1 apo 1,5 km. Dhe kjo hapësirë, populli kuptoi, qytetari ndjeu që gjithë to investimet të quajtura strategjike, gjoja, ose me investitor strategjik, këto nuk është e zhvilluan individin, qytetarin, banorin, komunitetin shqiptar. Sepse investitor strategjik neve kemi në naftë. Sa më shumë naftë që nxjerrim, aq më të varfër bëhemi. Sa më shumë megawatt energji që prodhohen nga ecet, që prodhohen nga tecet, që prodhohen nga voltaikët, që është gjithë Semani dhe Karavastaja mbush me voltaik, ne aq më të varfër bëhemi. Pra, investimi strategjik nuk qenë nga në dobi të qytetarëve, të publikut. Dhe projekti, me që ju pyete për projektin,
është gjoja një shifër investimi maramëndës tonë ata, i jashtëzakonshëm tonë ata, prej 4 miliard, po kush e vërtetoi kur ai nuk ka projekt, nga kjo është çështje dëshire i tonë ata 4 miliard. Pastaj pse duhet të jemi ne që përballë një gjoja shifre 4 miliard euro, ti mund të pranosh gjithçka deri në atë që quhet shkelje e të drejtës së publikut. Pse është shkelje e drejtës publikut? Kryeministri tha që kemi të bëjmë strikt me një marrëveshje ndërmjet privatëve në funksion të asaj investitori strategjik për cilën ju folët. Okej, dakor. Atëherë Gardi, i nderuar gazetar, zoti Redi, ishte në një pozicion caktuar të tokës ku zinte Gardi lagunën, dunën, rrerën, deri ke kufiri me ujë. Pra, Gardi tregon natyrën e projektit. Gardi nuk ishte kot deri në vitetarët. Edhe projekti, tha dhe zoti Rama, e shkel zonën e mbrojtur. Shumë njerëz nuk janë qartë. Edhe në pranë diskutimet dhe për televizione, nuk janë qartë. Gjunafi, ndonjëherë gjen gjunafën, ndonjëherë thua